Procedurë. Po, faleminderit shoku kryetar. Tani e mira është marrë dhe çik vesh këtej në salla se për ty po flasim, ne nuk po flasim për muret. O shoku kryetar. Alo. Shoku kryetar. Shoku kryetar shko takoje aty ku ke shokët. Po pra, po marr mendje se për ty po flasim për procedurën. Këtu nuk është festivali folklorik. Po ti ku ishe në gjumë? Plenare e Kuvendit të Shqipërisë. Po ty po flasim pra, ty po të kërkojmë ne. Atë ty mos ma tregon mua, se unë nuk të shprej, nuk ju drejtohem do njerë me ty, me ti edhe me emër. Se po talësh ti këtu, ju lutem vazhdoni. Po ja, po të vazhdoni me folklorin tuaj, por jo me mua. E para njerë, kur flasim drejtojmë ty apo juve, do juve të juve ju, i nderuar, fort i nderuar dhe respektuar shoku kryetar, po ju drejtojmë juve ju, për këtë rregullore, se e votu me pompozitet, tham, apo jo, në qoftë se e keni bërë për letër higjienike, ta bënit me të hollë, pak, se na gric, qoftë se e keni bërë për këtë punë. Edhe po të drejtojmë si antari sekretariatit procedurave ndër tjera, dakord? E para njerë, na bënin gjes, orë pilafi, na qonin komision, ligjeve sot, ditë që ke seancë, ditë premte e ke për në teren prap, i di juve ju këto gjëra që ndodhin në parlament, se për ju pa për drejtojme. Dhe e dyta, vini këtu dhe na malën gjeni, na hapni këshu, shuqy që na erdhët dhe misë erdhët. Ligjet, se prandaj nuk është në qofë se ti na trajton, edhe të kanë thënë që ne jemi punëtorët e tu, juve ju ja fut kotë, se nuk jemi punojnës dhe tu. Kemi ardhë me votat e atyre shqiptarë që nuk jam me juve ju si kryetar, apo dhe juve ju si qiviri. Fare. Kështu që, kur na vini tragoni pralla me Europë, dhe kur vem shkojmë në zotrote në Europë që ta dish, nuk e di ju kanë sjellë raport, dy gjëra janë pa negociueshme. Ndërto janë kërkesa që ka sjellë kjo opozit për ata që janë shesh. Edhe një ndër të është kapitulli 27 për këto zonat e mbrojtura me ndërjush. Jashtë pa negociueshme, thonë. Edhe një të tjerat, se i keni lënë diell ju si për atyre shalqit që po kalbe, janë pikërisht edhe fondet i parë që çdo 2 muaj dilni këtu dhe thoni do hapen, o pinga do hapen, thonë atje. Dakord? Prandaj që prallat me mamadhi që na vinë nga Europa her pas here se shkon kryeministri, nuk shkojnë dot me ne kur shkojnë për ballavaçohemi. Kalon me që na dashkeni kaq shumë opozitën ju, e doni kaq shumë, nuk mund mos ni kaloni ato 35 amendamentet të opozitës. Se hapin syt ata burrat e huaj andej. Edhe pyetjes, i dhani pyetjes se më thanë si eliminohet retorika. Po, eliminohet retorika atyre ja dhash kështu unë. Kur marta kos, që mos bëhet vallë, të vi këtu dhe mos të flasi kundër raportit që bën Parlamenti Evropian. Edhe po ta japi dhe juve, që mos ta tregoni pralla me mbret kur vini nga Europa për të thonë ashtu siç janë. Edhe nëse doni të përfundoj. Hapini dhe po ja u them edhe një herë, ky nuk është parlament dhe ne nuk jemi punëtorët e juaj. Dakord? Kështu që mundësisht ato ligje që kemi ne rrëzojnë siç e thanë kolegët, por duhet të jenë këtu në parlament. Faleminderit juve ju që u shqetësuam, mund të vazhdoni. Shumë faleminderit. E para, ka disa gjëra që shpjegohen me bostan, me shalqin, me misra, me grur, po ka disa gjëra tjera që janë përtej. Nuk shpjegohen dot. E para. E dyta, nëse do mendimin tim, se unë nuk duaj që të marrë kohën tuaj, por nëse doni mendimin tim, një pjesë e atyre qytetarëve në shesh janë edhe sepse ju dëgjojnë ju kur mendoni se mandatin ja u kanë dhënë si licencë për të nxjerrë nga goja çfarë të doni, të fyeni këtë doni, të shkelni etikën dhe të jepni shembullin më të keq fëmijëve të Republikës së Shqipërisë me fjalorin tuaj. Dakor, këtë mendoj unë për ju. Zoti Strazimiri për procedurë.
Ishte replik me ju, çfarë replik me replik s'ka, zoti Strazimiri. Unë e mora fjalën për replik ndaj jush, zoti Koreshi. Ju nuk mund të bëni replik mbi replik, zoti Strazimiri. Tani, zoti Peleshi, në qoftë se jeni antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që do të thotë dhe internacionalistës evropiane të socialistëve, ata shok dhe shoqe thirrën akoma sot, nuk është sharje. Ti je shoku Niko Peleshi, ka drejt, nuk je shoku i Sajmir Koreshit, po ti je shoku Niko Peleshit, e ke ofiq socialist. Në mes të Vjenës, në mes të Romës, kjo ka ngelur, shok dhe shoqe thirrën ju, kjo nuk është fyerje. Në qoftë se konsideron fyerje, ke gabuar anë, hajde këtej. Ne jemi zonja dhe zotri. E para. Stop, ne se xhanum, sa kam llafin ku e ka vendin. E para, e dyta. Përsa i përket ligjit të zonave të mbrojtura dhe gjithë ligjeve që ne kërkuam sot, unë personalisht jem shumë i sinqert, nuk kam asnjë urgjencë. Futeni sa më vonë seancë, se i natin se kene me ne, kene me ata që kanë dalë në shesh. Ka i pare ke fundit dhe nuk kanë dalë kundër meje. Po, janë disa prej tyre që ja jepni ju mikrofonin dhe i quani Sorra se nuk doni t'i quani Soros, se me gjenit një shpend tjetër jo, e keni thënë është kyt kodi, jam Soros, dhe për këtë punë i quani Sorra, po as për ata nuk e kam pikën e problemit. I vetmi problem që kam është me këtë që do duhet të ishte parlament. Kështu që jemi ne, me votën e popullit, mund të ishim mbledhur edhe në Livat sot. Mund të ishim mbledhur në një hotel, nuk e di, mund të ishim në një sallë tjetër. Do të quhej mbledhje e vlefshme legjitime e parlamentit në qoftë se do të ishte zbatuar kjo rregullore. Në qoftë se këto nuk e zbaton, mund të jesh në sallën e parlamentit, mund të jesh rrethuar nga garda, nga policia, nga kjo, nga jo, me ofiqar, me ç'të duash ti. Në qoftë se këto nuk e zbaton, kjo mbledhje nuk është mbledhje parlamenti, ky nuk është më parlament. Për këtë arsye po të themi, të kemi bërë një kërkesë sipas kësaj rregullore, që ke detyrën ta zbatosh, të fusësh në rendin e ditës shfuqizimin e këtyre ligjeve të kërkon dhe Evropa. E para, e dyta, të thotë sot sapo ta tha kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Duam të bëjmë pyetje për funksionin që kemi për të kontrolluar institucionet e pavarura. Nuk na lejon të bëjmë pyetje. Mirë se i keni vendosur vetë pa pyetur për ne. Dakor, mirë se i vendosi thoni dhe është dhe juaj. Kur vin këtu të bëjmë pyetje, a ka mundësi të hapësh sekretarin, të çojmë pyetjet për atje, të kryejmë funksionin për të cilin na kanë votuar? Ne. Jo ju. Ju e keni vjedhur votën. Ky parlament nuk është legjitim. Nuk është legjitim sepse zgjedhjet nuk kanë qenë legjitime, ama ne kemi për detyrë se e vetmja pjesë legjitime në këtë parlament jemi ne. Ne kemi marrë votë qytetarësh. Ne kemi detyrimin të mbrojmë këtë rregullore, ne kemi detyrimin deri në fund të mos u lejojmë më sa mundemi ta në përkëmbë ta zhbëni legjitimitetin e këtij parlamenti. Edhe më shumë nga çka keni zhbërë. Të lutem shumë jepi përgjigje kërkesave të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe secilit prej kolegëve në bazë të rregullores. Është detyra jote, nuk është privilegji joti. Faleminderit. Tani përfunduan diskutimet procedurë, patjetër që do t'ju sqaroj edhe lidhur me kërkesën apo pyetjen e disa kolegëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndonse mos e konsideroni ju lutem këtë hapësirë si një hapësirë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, sepse unë nuk jam këtu në një seancë pyetje përgjigje. Po që se dëshironi të zhvilloni një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, domethënë me mua personalisht, jam i gatshëm të vi në grupin tuaj parlamentar dhe të përgjigjem gjitha pyetjeve tuaja. Me kënaqësinë më të madhe. Këtu jam drejtuesi i seancës, jam kryetari i kuvendit të Shqipërisë me votën e këtij kuvendi, e para. E dyta, ndjes, e dyta, nëse ju vendosni të bojkotoni seancat, të lutem, unë nuk ju ndërpreva. Nuk ju ndërpreva. Nëse ju doni të bojkotoni dhe vendosni politikisht të bojkotoni mbledhjen e konferencës kryetarëve apo disa seanca apo të gjitha seancat, kjo është e drejta juaj dhe s'më takon mua të mbaj qëndrim. Por ju lutem mos më kërkoni mua llogari për vendimarrjet tuaja. Në konferencën e kryetarëve është vendosur rendi i ditës, është vendosur që do ketë një raport nga komisioni i posaçëm i reformës territoriale administrative dhe nuk është thjesht një dëshira ime për ta vendosur në rendin e ditës. E para, e dyta. Së bashku kemi rënë dakord, ju lutem, është propozuar në rendin nga konferenca e kryetarëve ku ju munguat në të drejtën tuaj
të futen në rendin e ditës. Është votuar nga konferenca e kryetarëve dhe është futur raporti në rendin e ditës. Tani, sa i përket pyetjeve për kryetarët e për drejtuesit e institucioneve kushtetuese apo të ngritura me ligj. Kemi bërë disa ndryshime rregullore, ka qenë një nga punët e mira të bëra së bashku, është votuar me konsensus, rregulloria e re pra e ndryshuar. Sipas rregullores së re, pyetjet depozitohen të paktën 24 orë para, nëse dëshironi mund ta lexoj literalisht, në seancë plenare institucionet kushtetuese, avokati i popullit, prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, kryetari i kontrollit të lartë shtetit, paraqesin një përmbledhje të raportit jo më shumë se 10 minuta dhe më pas ju përgjigjen pyetjeve të deputetëve. Pyetjet depozitohen me shkrim nga çdo deputet jo më vonë se 24 orë para seancës. Nga ana tjetër, është e drejtë, edhe i vërtet, pretendimi i zotit Bardhi lidhur me mënyrën se si llogaritet afati kur ditët e punë, ditët kalendarike bien ditë pushimi, fundjavë, si në rastin konkret. Ju lutem. Çka do të thotë që nëse njoftimi është marrë ditën e premte, afati 24 orë nuk skadon të shtunën mbas 24 orësh, as të dielën, sepse janë ditë weekendi, por skadon të hënën. Dhe një minutë. Seanca e ditës, ju lutem, seanca e ditës së hënë, pra e ditës seanca e sotme, filloi në orën 12. Dhe gjitha pyetjet po ju informoj, të gjitha pyetjet e depozituara para orës 11:59 minuta do të përfshihen në seancë, sepse edhe kur rregulloria nuk ka qenë me këtë ndryshim, pra kemi patur rregulloren e vjetër, pyetjet nuk janë pranuar pasi ka filluar seanca. Ka patur një rregull, edhe trashëguar, madje atë që ishte 1 minutë para seancës, e bëm 24 orë para seancës. Nuk po e llogarisim 24 orëshin për shkak të weekendit, po ju lutem respektoni orën 12. Nëse ju e vendosni në orën 12 pa 10 minuta të ndërprisni bojkotin dhe të vinë në seancë, është e drejta juaj, por unë nuk mund të vim pas agjendës tuaj. Shumë faleminderit. Raporti i Këshillit urdhro. Replik, urdhroni. Spari njerë, zoti kryetar, ju keni detyrimit na njoftoni ne 48 orë përpara seancës, na keni njoftuar të premten pas orarit zyrtar. Dhe kjo është përgjegjësi e juaja. Deputetët janë njoftuar për seancë plenare dhe rendin e ditës për shkak tuaj pas orarit zyrtar. Së dyti, po jo përsëris, sekretaria me urdhrin tuaj nuk ka pranuar që nga mëngjesi depozitimin e asnjë pyetje. Është e pavërtet që pyetjet janë tentuar të depozitohen pas nisjes së seancës plenare. Në një interpretim të gabuar të rregullores që ju keni bërë, si 121-shin fraksion 1.3 e mësuat tani, sekretaria që nga mëngjesi na thoshte duhet i kishte depozituar 24 orë përpara. 24 orë përpara ne nuk kemi ku t'i depozitojmë. Kuvendi është i mbyllur dhe nuk ka rrugë institucionale për të depozituar pyetjet. Ne nuk kemi nisur akoma raportimet e institucioneve. Kemi një pikë fillimisht në rendin e ditës raportin e Këshillit të Integrimit. Është koha e mjaftueshme që sekretaria të marrë në dorëzim pyetjet e deputetëve, t'ia shpërndajë titullarëve të institucioneve dhe ata të kenë gjithë kohën e nevojshme për të përgatitur për t'i dhënë përgjigje deputetëve. Pse do duhet t'ia mohoni një të drejtë që e nje kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit deputetëve të opozitës. Ju ka ngelur vetëm na mohoni edhe të drejtën e fjalës. Na e nje rregulloria e kuvendit. Afatet nuk caktohen sipas mendjes secilit prej nesh. Ku thuhet s'ka don ditën pasarse, ditën e parë të punës, do thot s'ka don të hënën, që do thot gjatë gjithë ditës hënë ne jemi absolutisht legjitimuar të depozitojmë pyetje në sekretari. Prandaj ju lutem, respektoni kushtetutën, rregulloren e kuvendit, lejoni deputetët të depozitojnë pyetje. Nuk është përgjegjësi Përfundoni. Që ju e keni caktuar seancën plenare të premten pas orarit zyrtar. Nëse do na kishit njoftuar seancën plenare të ejnëten, jeni të sigurt që pyetjet do ishin depozituar të premten.
por ju kujtojni ta bëni rendin e ditës pas orarit zyrtar, dhe pastaj ju kërkoni përgjegjësi deputetëve pse s'kapi 24 orë përpara. E kanë të pamundur, dhe ku e kanë të pamundur, prevalon një drejt kushtetuese deputetëve. Vinë për të raportuar titullarët e institucioneve, do duhet i drejtojnë pyetje deputetët. Është kushtetuta mbi çdo afat që përcakton rregulloria dhe nuk mund t'i mohoni deputetëve fjalën dhe do drejtën për të bërë pyetje. Prandaj zoti kryetar, edhe për të vijuar në normalitet, sepse ndryshe nuk mund të ketë normalitet nëse ju na heqni drejtën e fjalës, lejoni deputetët të depozitojnë pyetje, dëgjojmë titullarët e institucioneve, kemi mundësi t'i marrim përgjigjet për tyre dhe fillojmë seancën normalisht. Okej, faleminderit. Nuk e di për çfarë folët, sepse unë duket e sqarova, nuk thash që pse nuk i keni sjell ditën e shtunë, ju dhash plotësisht të drejtë që e shtuna dhe e diela janë ditë pushimit dhe nuk llogariten te afati 24 orësh, por ju thash vetëm që ditën e hënë duhet të vinin para seancës, sepse kështu ka qenë edhe me rregulloren e vjetër madje. Ka qenë 5 minuta para seancës, e bëm 24 orë. Nuk po e quajmë afatin 24 orë për shkak të weekendit, por nuk mund të sillnim para orës 12. Nuk është e vërtet që nuk janë pranuar pyetje, madje kemi pyetje të depozituara. Nëse nuk do ishin pranuar, nuk do kishim pyetje të depozituara. Kemi pyetje të depozituara nga kolegë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, konkretisht janë 4 pyetje depozituara nga zonja Zhupa para orës 12, të cilat janë pranuar, janë futur në program. Mbas orës 12 nuk më jep të drejtën rregulloria të pranoj pyetje. Shumë faleminderit. Kalojmë te pika tjetër, raporti i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2025 në mbështetje të ligjit numër 15/2015 për rolin e kuvendit në procesin e negociatave dhe antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian të ndryshuar dhe nenit 103 fraksion 2 të rregullores kuvendit, gjithashtu në bazë të shkresës numër 2340 protokolli, datë 22/5/2026 të bashkëkryetarit të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, prezanton sot raportin vjetor zoti Tauland Balla. Zoti Balla, fjala për ju, koha deri në 10 minuta.